Në qoftë se je shqiptar dhe jeton kudo në gjithë vendet e botës, ju në Amerikë, në Itali, në Gjermani dhe kudo që keni shkuar, në Shqipëri, në Greqi, kudo që jeni, ju ftoj në një trajnim të fuqishëm për lirimin e traumave tuaj. Dhe dua në datën 2 dhe 3 të duhet vetëm një telefon dhe të kesh internet dhe guximin që të marrësh pjesë të shikosh në thellësi dhimbjen tënde nga e shkaktuar. Në qoftë se dëshiron të marrësh pak se si mund të zbulojmë trauma dhe nga kanë ardhur ato, mund të marrësh pjesë dhe në datën 30 falas ndërmjet platformës Zoom. Kërko link. Prandaj, të ftoj të ky trajnim, ty grua që ndihesh e pavlefshme, ty grua që qanë në vetvete dhe nuk e ke zërin të flasësh, të vish bashkë me nënën tënde, me motrën tënde, me fëmijët e tu, vajzë ose çun, edhe ty mashkull, në qoftë se i gëzimshëm dhe do të shikosh në thellësi plagët e tua, mund të pranosh që je dhe i dobët, je dhe me ndjenja dhe emocione, sepse je dhe ti shpirt, si edhe unë, si të gjitha gratë, dhe jemi të gjithë njësoj. Pavarësisht se ty të thanë mos qaj, të jesh i fortë, të jesh shtyllë e shtëpisë. E janë të gjithë së bashku, të gjithë ju të gëzimshëm, të shikojmë çfarë janë traumat, nga janë trashëguar, si mund t'i lirojmë dhe cilat janë pikat kryesore që ti duhet të shikosh, të lirosh dhe të mësosh që të arrish të bësh ndryshimin e jetës tuaj. Ju kërkoj të gjithëve këtu dhe ju mirëpres në datën 2 dhe 3 maj në këtë trajnim të fuqishëm dhe kërkoni link dhe bisedoni për ndryshimin e energjisë. Në datën 30 prill do jetë falas, në datën 2 dhe 3 maj do kemi me ndrim energjie. Kërkoni dhe informacione për çmimin dhe në të njëjtën kohë, në qoftë se doni të thoni deri këtu të gjitha problemet që keni, atëherë ky trajnim është për të gjithë ju. Unë jam Merita Cake, trajnere për zhvillimin personal, shkrimtare, mësuese dhe një terapiste energjike që punoj me shumë lloj metodash. Një nga metodat që janë shumë e rëndësishme është ajo e lirimin e traumave, sistemi përfaqësik dhe shumë të tjera. Për më tepër, do shikoni të kjo video se në YouTube shpërndajni dhe në njerëz të tjerë se mund të bëni mirë dhe në ndonjë tjetër që ka nevojë. Dhe tek faqja internetit tim është në gjuhën greke dhe shqipe. Ju falenderoj dhe ju mirëpres. Çdo gjë mund të bëhet ndryshe mbas 2 dhe 3 majit. Të ftoj.